Mirëmëngjesi. Dashur televizionistë, kanë dëgjuar të Radio Skanën 92.9 në FM. Përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes. I cili ka gdhir, domethënë, mirë, goxha mirë, me ca re të bukura që janë në qiell, edhe me një temperaturë që është gati si dje, dhe e tillë parashikohet e tërë dita e sotme, një lloj si dje pa ndryshim të madh. Mund të ekzistojë mundësia për një shi të vogël nga dreka, po thjesht ato bëj pis makina se nuk ka për të qenë një shi i madh. Të dashur miq, ne sot jemi e martë, data është 13 maj 2025, eksakte ora 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes dhe mos harroni dhe nxitoni dashur miq, një orën parë për të prenotuar në 069 40 41 003. Cila është tema për ditën e sotme? Shihni pak me kujdes, e keni të shkruar një gotisht në ekran. Ajo e rriti vetëm për 20 vjet, duke sakrifikuar rinin dhe karrierën e saj. Flasim për djalin. Tani që djali gjeti babain e tij biologjik, dëshiron ta quaj edhe baba. Tani, kjo është normale apo një lloj tradhtie në thonjza ndaj sakrificave të nënës? Pra, është një rast si shumë raste që mund të keni dëgjuar, ku një nën e ka arritur vetë djalin e vet për 20 vjet, kuptohet, me siklete, me probleme, me punën që duhet bënte, edhe me vrap në shtëpi etj pafund. Pra, sakrificë e madhe. Tani, mas 20 vjetësh, djali gjen babain e vet biologjik dhe dëshiron ta quajë baba, se në fund ditës babai është. Pyetja është, kjo është normale apo tradhti ndaj sakrificave të nënës? Është një dilemë që shumë kollaj mund bëhet 3 lem, mund bëhet edhe 4 lem, edhe shumë e radhë. Mendojeni, gjykojeni dhe bujrum. 069 40 41 003. Jemi në telefonatën, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Kush jeni, nga Kristi? Leda nga Shjaku. Leda, Leda, si e ti? Mirë, ju mirë. Mirë, me këtë temën. Shumë mirë, temë shumë e bukur, shumë domethënëse. E halli madh, familje këti. Tash që halli madh, kështu jetë më të mira që ka kisme. Po do bëjmë, do i pranojmë kisha. Imagjino nga sa hallet të tjerëve, do shta jemi të rrethuar. Tash Aldo hallit nuk i gja. Nuk i gja, normal. Kena shëndetjen Aldo, se kështu jeta për gjithë. Po edhe to hallet në shnet ndikojnë, mos harro. Po mirë, ti të pra të fash mirë. Gurizi ke, kusure ke, po. E di, nuk e vjen dyshim, po mirë ati që i vjen, ndaj mirë ai që ka kismet, çdo po. Imagjino një nën që ka punuar 20 vjetësh shkreta, domethënë ka rritë çunin me thonjë kur i thon. Gjoto shehal, do t'i kapim gjonat tamam. Tamam, tamam. Ti do që t'jen gjonat, nuk mund t'a qush tradhti, është normale prap është babai. Jo, e thamë tradhti në thonjza. Po, tash e di ka sakrifiku, po fëmia vet, ç'do bëj, fëmia vet, si do që ka bërë shumë mundime, ka sakrifiku, po që do bërë shumë të... Ajo është një nënë shumë e mirë, sepse nuk e ka ushqyer djalin e keq. Ato e dim. Po, tash sa po them, sajt bravo, që është tregu trimi që ka majtë një fëmijën e vet. Jo, këtë e dim. Po tash si çall. Pyetja është, a mos është një lloj tradhtie kjo që Ja. Thonjza e quaj baba? Jo, nuk e quaj lloj tradhtie, jo. Sepse fëmija ka ndjenje pritërore, ka dhe për prindit, për baba. Ka, po. A janë një lloj të rast nona dhe baba? Ja, në lloj nuk janë, se baba ka përkushtu farë, tash ne po bëjmë dallimin mes babës dhe nanës, është. Imagjino veten larg qoftë. Imagjino veten. Po e kuptoj, e di që është me ti ti torturohesh 20 vjet rresht, kur vjen puna? Kap tunë nuk ka pse më hik, se funi e kam dalë mban, nuk më vjen puna jo baba vet. Mirë. Nuk e si ti trunë se ke bë me shtëpisë fëmia jot. E qartë. Fëmia jot. Problemi o këtu, lajë që më të ra hashtë si nani shku ke baba, kjo është i sikretë. Po le pastaj mos e shtojmë dozën. Mirë, motër, shumë faleminderit që na morë. Të uroj gjithë të mira telefonata me mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Rovi nga Italia. Rovi. Shiko, tani për nënën vjen shumë keq të fëmia të përse e ka rritur 20 vjet Aldo. Varet nga marrëdhëniet që sepse ajo nën nëse gjatë gjithë kohës do t'ja ushqente, nuk do t'i vinte keq pastaj. Tash edhe tradhtia e madhe nuk mund quhet, po keq i vjen nënës. Shumë keq i vjen. Po pse vjen keq, për çfarë arsye? Po i vjen keq se e ka rritur 20 vjet, varet si kanë pas ato marrëdhëniet e veta më përpara.
se ka pranu që të vogël, se ka pranu si fëmijë, se po ta pranonte e rriste si gjithë prindrit. Ndoshta mund të jetë kjo. Varet si kanë pas punën, po. Po që të vjen keq, të vjen shumë keq. Dhe nga janë ka drejtë shpresa. Po nga ana tjetër? Ka i fat drejtë. Ana tjetër i vjen vetë keq për fëmijë. Po pa bab. Po. E marrësh. Pra, të rriqe mos kut. E kuptova. Mos i rapt robit, mos i rapt robit. Mirë, motor, shumë faleminderit që na more. Mirë. Shëndet. Mirë. Kjo pra është tema, bujrum në 069 40 41 003. Në jesë, ma. Ku shini nga Pristi? Na Filip. Po ku shini ju? Nuk, jo, s'mund të jap do të me em. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Telefonata më gjësi. Po më gjësi, se kalon mirë. Faleminderit, ku shini juve? Nga ka pa jam brenda audeshët temi nga ora 10:19. Në rregull, provojmë tjetrën. Telefonata tjetër. E më kështë di marrën kohë për zgjedhjet. Okej, provojmë tjetrën. Telefonata më gjësi? Mirë, ku shini nga Pristi? Alo. Po, ku shini nga Pristi? Nga Vlora, Vjolca. Vjolca, si jeti, motor, mirë? Mirë, zëmër ju uroj ditë mbarë. Po t'i rofshe qofshe, Vjolca, faleminderit. Sa dëgjova emisionin, dhe dua të them diçka që kjo ka ndodhur në familjen tonë. Në familjen? Mami adoptoi fëmijën tek motra e vetë Tezja. Sa e lindi e mbajti 7 muajsh, e mori. Në moshën në 12 vjeç, në vdes një vëlla. Dhe vjen Tezja me burrin me vëllain ton që e quajmë një djalë Tezja. Vinë aty dhe fëmijët e pallatit i thonë që ti pse qanë, po jam më vdish djali Tezës, si pun fëmijësh. E i thonë ata, ti nuk e ke djali Tezë, po e ke vëlla. Atëhere, vëllai më merë mua si motrën më të madhe, më pyet do më tregosh diçka të vërtetën. Është rëngjes se Aldo. I thash, çfarë? Sa unë sa në qytet Stalin, sa më thoshin sa atje ishte Tezja. Më falë për shprehen, sa shtu flite atere, kjalla Dobiç. E kuptoj. Edhe ky i thotë që mami i thotë Tezës, të jemë të përrishte. Sa më shkur, zemë, se të detajt së tanin, po. E i thotë, oma i thotë, pse më thonë kështu, ka një nati të Tezja, se ti je me 2 nëna, një e ke në Vlorë, dhe unë këtu, që po të risi, thotë. E kuptova, tani që... Atere, vëllai, aty do dalë të trastia. Po, vadi pa të qatë, Vëllai pasi u bindë mirë, dhe tha, unë, mami i tha Tezës, asaj që rriti, se më vjen për të qarë, nuk të hetë kur poshtë, unë nën të njo ty i tha. Po në rregull, po ç'lidhje ka me temën kjo, se kuptova këtë unë? A ishte për trastin për fëmijët që... Po jo, ky yni, domethënë rasti ynë, ka gjetur baban biologjik. Edhe ky joni e gjeti nënën dhe baban biologjik. Unë jam motra e tij, ai na quante fëmijë Tezësh. Dhe sot e kësaj dite që është 50 vjeç, nuk thot për shpirt të Tezës. E kuptoj. Mama së vërtet biologjike, po thot për shpirt me mes të Fatimes. Fatimes. Në rregull. Fshat të marrësh. Jo, është rasti, tja edhe shposh mundimin e të gjitha të gjitha. E kuptova. Okej, telefonata im gjesi. Mëngjes, Aldo. Ku jeni nga Pristi? Vjolca nga Italia. Buongiorno, Vjolca, urdhra. Buongiorno. Për temën me thënë drejtën, i çik si tradhti edhe është, se të bësh gjitha sakrificë. Nana e shkrajt e njën e tjetër, ai ta gjen gati mbas 20 vjetësh, nuk është e lehtë. Pastaj varet edhe nga se kanë ditë pa e njën e tjetër. Po tani, varet edhe nga situatë. Në rast i rënd, 20 vjet pa e pa tani, apo jo? Po pra, prandaj them, të shtit 20 vjetëve. Mas 20 vjetëve ta gjesh e njën e tjetër, por prapë nuk duhesh. Për mua është një çik tradhti, në drejtën se është sakrificë e papame e nanas kur e rrit fëmijën.
E qartë. Mirë Motor, shumë faleminderit për telefonatën. Të dashur miq, sa më koncis, sa më shkurt, sepse hallakatin edhe nuk ka nervër njeri që në pikë të mëngjesit të dëgjoj gjatë gjëra që jallaqi dëgjon edhe ndark apo jo. Mirë, 069 40 21 003. Me telefonatën e mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Elsa nga Tirana. Elsa, se të kam mirë? Mirë. Shqyqyr, mirë. Urdhëroj dashur. Talisa për temën. Aha. Unë doja t'jepja mendimin tim. Patjetër, Elsa. Nuk është rasti. Nuk është rasti, thoti. Ja, nuk është rasti, se fundja ka babajnë e vet. Aha. Është babaj biologjik, dhe sa E qartë. I ka dhënë jetën babaj. Jo tradhik nga sakrificave të nënës. Nënës, ja. Nuk është. Ja. Në rregull, Elsa. Shumë faleminderit Motor. Gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Shkëlqimi jam Aldo. Hoqimi. Dëgjoj. Ai djalë nuk duhet të takoj atë babaço. Po ka fjatin më, pse? Jo, absolutisht. Po mos më Një kile qumësh ja ka dhënë ai tërë jetën ku vajti 20 vjeç. Një kile qumësh ja ka dërguar. Jo. Asnjë gjë. Pare e ka arritur ajo me sakrificë. Nuk e meriton, thua. Peshku në det i ka një zjarë, kujtua tani ai? E qartë. Pare atë baba. Absolutisht. E kuptoj. Hajde të gjofsha të mirë. Gjithë të mira. Okej, sa është ora? Ora është 21, mirë. Po, jemi me zotrin Nika, urdhëron zotri. Mirëmëngjes, Aldo, përshëndetje të gjithëve, ditë të mbarë, jemi zgjuar mirë. Në fakt që është e vërteta një pjesë e mirë është pa qef, jemi me diarre, Aldo, po qarkullon një virus i të mërshëm që është e vërteta, zoti na ruaj, megjithatë nuk është se kemi patur probleme të mëdha gjatë 24 orashit funit. Duam të dalim një informacion të dashur miq, kot nuk kam pas tënë pleqët e vjetër, Aldo, burr për të mërkur. Një qift në fakt i sapo fejuar natën e tyre të parë të martës, ditën e nesërme nusja ka shkuar me urgjencë tek nëna e vet, është e vërteta, pasi në fakt djali në fjalisë e juaj nuk ishte i zoti për asgjë, prit ajo prit ky, vetëm kanë fjetur gjumë. Në fakt nuk dihet çfarë ka ndodhur më tej, por që nusja është kthyer me vrap tek nëna vet në fakt, teksa nuk kanë munguar edhe vjedhjet në këto ditë, në këto rrëmuj, në këto ditë fushate, sigurisht në një tunel të vogël në fakt në rrugën e Durrësit, që është e vërteta, duke dalë për tek rruga e Bogdanëve, ditën e djeshme në një kombas dite në fakt, një zonjë i kanë tërhequr telefonin nga dora, ka qenë një mark tipi fundit, po këto harrojnë atë që sot çdo ambient, çdo biznes atyre afër ka kamera, teksa në fakt zonja ka denoncuar në rajonin më të afërt në pritje të një përgjigje. Gjithashtu në fakt menaxheri i një hoteli, goxha famshëm, konkretisht një kamarier në fakt ka dalë deficit ditën e djeshme, sepse në fakt një djalë ka shkuar në banjë, tjetri ka hitur në 100 sekonda, kështu që nuk e kanë paguar faturën e tyre të tavolinës në vërtetën, po e cila ka shkuar për 20 e ca mijë lekë, në atje energjike ëmbëlsira, se tash nuk dihet çfarë ka ndodhur më tej. Diçka tjetër, një tjetër informacion ka të bëjë për patinat të dashur miq, janë kaq praktike në të njëjtën kohë tak fakt, ama nuk e ku ti denoncosh Aldo, pasi nuk kanë targa asnjë lloj gjëje tjetër në fakt. Kemi patur një incident brenda tek bloku i ambasadave të dashur miq, është përplasur një zonjë 50 vjeçë nga një djalë i ri adoleshent, në fakt 16 vjeç, ky ka hiqur në 100 e sekondit nga vrapi, sepse në fakt zonja ka rënë pa ndjenja dhe nga frika se mos i ka ndodhur një gjë e keqe. Por në fakt zonja ka kërkuar kamerat e sigurisë në një lokal aty afër të shohin çfarë do të ndodhi në ditët në ardhmë. Okej, mjafton. 069 40 41 003. Nxitoni miq për të dhënë opinionin tuaj gjithmonë lidhur me temën. Sa më shpejt aq më mirë. Me telefonatën e mëngjesi. Mirë Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Mjalba nga Skrapari jam. Mjalba. Për sa i përket temës, unë mendoj që për mua është një nën heroinë në rast të parë dhe mendoj që asaj mos i duket çudi fare. E vërtet rriti një djalë, po ka në gen djali baban e vet, janë babait vet, mos përfillës. Mos përfillës, po jo, mos përfillës. Mos fillës. Po pse me njohës është ai, po shkon takoj tjatin. Trason nënën? Po gjithë ato që ka bërë dhe kalon nga jati. Pra ti e quan tradhit të nënës, ë? Po, tradhi e quaj. Pse e quan tradhit? Edhe nënës mos i duket çudi fare. Po pse? Si ka gjatë jati. E qartë. Se dhe jati se ka ndihmuar në rritjen e djalit, ka qenë tradhtar. Po, domethënë po ndihmoi në rritjen e djalit një tradhtar. Po, çdo mënyrë.
E di ti hallin që kanë patur apo jo? Apo e gjykon kështu bam? E di, për fëmijën do të bësh gjithçka. Çfarëdo halli që të ketë, çfarëdo lloj halli që të ketë. Po mund të ketë qenë në burg i atë për shkakun. Fjala vjen. Ka 20 vjet. Ka 20 vjet po, mirë e ke. Mirë motor, mirë. Falenderoj shumë për telefonat e rrofsh që na morën. Telefonata një gjësi. Mirëmëngjes, përshëndetje Albi. Përshëndetje, kush jeni nga Prishtinë? Jam Sadetja nga Belgjika. Oh, Sadetja, urdhëroj dashur. Sa për temën desha unë e kam përjetuar në familje, diçka të tillë. Sepse motra është nga burri vet. Edhe që një muaj jati se ka pa vajzën hiç fare. Po pse? As nuk ka kërku, as nuk ka tentu që ta kërkojë vajzën të pa fare. E la ky domethënë. Ishin në Spanjë dhe e braktisi. Po. Po pastaj ç'a ndodhi? Tashti vajza është 5 vjeçe edhe akoma s'ka tentu që të komunikojë, ta njohë fëmijën e vet. Jo për të investuar që bëhet fjalë. E kuptova, po domethënë unë jam me menimin që fëmia ndoshta kur të rritet do e kërkojë fjatin, por jam me menimin se nuk është e drejtë. Se përderisa një baba braktis, për mendimin tim s'ka asnjë drejt ndaj fëmijës më pas. Po nëse ai emrin baba e ka prap. Apo jo? Sigurisht, por përderisa një baba nuk njeh, nuk e njeh fëmijën e vet, se sa ka penguar askush që ta shikojë. Për mendimin tim s'është baba. E qartë. Ti ke folur me djatën çfarë halli ka pas apo çon si ka? Jo, janë nda parë sy hiç fare. E ka trajtu kesh motrën, ajo nda. E qartë. Mohabet e gjata. Mirë, të marrë shumë faleminderit që na more. Përshëndet shumë për emisionin. Shëndet e mbarësi. Rrofsh e qofsh. Mirë shumë. Të dashur miq, vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003. I bie të kemi shumë pak momente publicitet për t'u rikthyer përsëri këtu në studio, keni parasysh, nuk vonohemi. Të dashur miq, 069 40 41 003. Okej, mirë, mrekulli. Me telefonatën në mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga? Mëngjesi Aldo të vëkan. Mimoza nga Durrësi. Moza, si dukesh Moza, mirë? Mirë, s'ja ka lutur, mirë. Faleminderit, urdhëro zemër. Unë flas fiks për temën. Jam vetë personi i duhur. Mua më rriti babi. Më morë dorën qysh në moshën 3 vjeçe, deri në klasën e 6 kam jetë me babin. Mbas klasës 6 të mori mami. U shfaq mami edhe më mori. Më hoqi nga rehatia. Si u shfaq? Mami kishte edhe 6 fëmijë të tjerë. Po një sekond. Nuk më deshi, por da. Një sekond. Domethënë prindrit e tu ishin divorcuar, këtë the? Të divorcuar, po, të divorcuar. E marrë, dhe u divorcuan kur ti sa vjeç ishe? Ja, kur kam qenë 3 vjeçe. Po, dhe të mori babi me gjyq apo të mori se t'la mami? Jo, me gjyq me mori babi. Të mori babi? U rrita me njerk. Njerka shumë e keq, më trajtoi shumë keq. Jo mu, po të gjithë edhe me lagjen e me të gjithë me i fjalë. Po pse ishte me motra me vëllezërit e vet, gjithë histori ishte domethënë e smuna me gjithë. Kishte probleme, po. Po. Tani, kur ti ishe 5 vjeç, domethënë mbas 2 vjetësh, po. U shfaq mami? Jo, në klasën e 6. Në klasën e 6. Domethënë mbas le të themi 7-8 vitesh? Po. U shfaq mami? Mami, që nuk e dija fare që ekzistonte. Nga që kështë e keq. Ty si të kështë thënë atë, babai si të kështë thënë, mami nuk ekziston, ka vdekur? Jo, kjo është mami jote dhe pikë. Ma kishin thënë të tjerë, me fjalë që nuk është mami jote, po prapë nuk e besoja. Ishe e vogël. Ishe e vogël, nuk e besoja me fjalë. U shfaq mamaja e vërtetë, domethënë e cila kështë bërë 6.000 deri sa u nda prej teje, apo jo? Po, mbas meje dhe 6.000 tjerë me burr tjetër. E qartë. Ndërkohë ti kishe motra dhe vëllezër të tjerë? Ke babi vetëm një vëlla. Vetëm një vëlla, qartë. Po. Edhe më merr dhe shkojnë në Vlorë, se jetonte në Vlorë. E shtata, domethënë bën 7 fëmijë. Apo jo? Me 7 fëmijë, po. Po vllajën e la? Jo, vllai ishte me gruan tjetër. Qartë. Vllai ishte me gruan tjetër, domethënë babit. Me njerëz. Vajtet në Vlorë, ç'a ndodhi? Vajtë në Vlorë, domethënë në shkollë, më tracionte aq keq se ke idenë, domethënë jo fëmijë. Mamaja? Po edhe njerëka nuk më ka trajtuar aq keq.
Edhe u detyrova me fjalë mas sa ndeta 7-8 muaj, një vita, nuk e di se si. Më merr daja, më bën prap kebabi, vi kebabi. E kuptoj. Po. Dhe tani ke jetuar deri në fund me babin. Po, pastaj kam jetuar me babin. Por gabimi më i madh i një fëmie mund të jetë që mund të lej atë që e rrit. Si nona, si baba, ai që rrit, ai është. Po ti ke qenë kalam, unë merr vesh apo jo? Jo, unë nuk dija gjë. Po sot po them gabimi më i madh që mund bëj një fëmijë që mund të njohë babën ose nonën mbrapa. Jo. Si jo? Jo, të doj atë që e ka rrit. Atë bab, atë non që e ka rrit. A kuptova. Non e bab nuk bëhet kush me fjalë mbrapa. Të gjejt madh. Jo. E qartë. Është e kot. Mirë, zemër, të falenderoj shumë për telefonatën, rrofshin në Gjithashtu dhe unë. Shëndet. Vjojmë. Telefonata në mëngjesi. Mëngjes, Alda. Kush jeni nga pjesë? Lola nga Tirana. Lola. Aldo, mbas 20 vjetësh takoj babana. Kush? Tema. Po. Kur bën 20 vjeç takoj baban. Po, pilës fëmia e mira është të ketë dy prindrit, po janë fatkeqësira. Megjithatë. Megjithatë, ai ka patur atë merakun e vet për të takuar baban. Okej. Amësi se si është rritur me nënën. E qartë. Ose me njerkun. E kuptoj. Vjen një moment dhe fëmia jep të drejtë njerëz pak. Dash nënës ndash babait. Po. Jo, a mos është kjo se babai nuk takoi, se normal është gjati, po një lloj tradhtie ndaj sakrificave të nënës? Po jo, më jashtë nuk është tradhtie, të shtyn ai meraku për ta parë kush është babai im. Edhe nuk e që e kanë të gjithë fëmijët, duan ta dinë kush është babai im. Se sa të drejt mund t'i japi, asaj është puna e fëmijës. Ma be tjetër, po. E kuptova. Nuk është tradhtie. Nuk është tradhtie. Në rregull, të respektoj shumë. Provojmë një telefonat për mëngjesi? Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prisni? Miranda në Tiranë. Miranda. Si janë, mirë? Mirë. Normale është për mendimin tim, nuk është normale, po. Nëse gjatë gjithë këtyre 20 viteve ai e ka ndjerë mungesën e tjatit, edhe e ka kërkuar, pavarësisht se mund t'ja ketë shprehur ose jo nënës. E ka ndjerë mungesën dhe ai është i lumtur që e ka takuar mbas 20 vjetësh, kështu që është normale për mendimin tim ta quaj papa, dhe ajo s'ka pse bëhet egoiste ose xheloze. Po jo, xheloze jo, gjatë 20 vjet sakrificë. Egoiste, nuk ka pse. Ajo ka për detyrë me sakrifica, pa sakrifica e ka rritur, bravo qoftë. Po edhe babai nuk mohohet. Nuk mohohet babai. Pra të thua shpejt normale. Po. Në rregull, më shumë faleminderit, rrofshin amore. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Jemi në Vlorë me figurën e Vlorës. Djalo hëmo. Mirëmëngjesi Aldo nga Vlora. Po të bukur. Po mundohemi nga pak me ato hallet, problemet tona si gjithmonë, po që ne mundohemi me aq mundësi sa kemi që t'u japim sa do pak zgjidhje. Por në Vlorë në fakt më ka bërë çudi në ditën e djeshme ku dhe dy shok me njëri tjetrin kanë debatuar. Po çamo? Ca gjëra i kemi mësuar gabim më duket mua, nuk e di, kjo pjesa e dashurisë kur e shpreh, domethënë ajo fjala të dua, ku dëgjon, di e mësova vërtet, domethënë se si mund ta shprehësh dashurinë. Po, puna është këtu se në fakt ne një fëmijë të vogël, se me që po marr rastin e tyre çunave, ishin shok me njëri tjetrit. Po. I themi për shembull, hajde të keqen, të dua, e kupton të gjëra kështu, po domethënë nësa ditën e djeshme unë kam dëgjuar, ore lamash, hajde vlla jot këtu. O legend. Hajde se të dua, ore, e kupton? Në këtë moshë dëgjoj, ne kemi dëgjuar që ka lamajtë. Çfarë thotë? Po, mi, po mendimi se ka ndryshuar ato. Aty mbau. Ato gjëra, e kupton, po nuk e kuptoja, domethënë që dashuria shpreh edhe në mënyra të ndryshme. Të dua më qenë. Të dia. Të dua më qenë, po mirë, okay, hajde të dim ne, po ose për shembull, po motra ai që ka puçi se bëre morrat me azëm. Jo. Po të kaluaj pastaj në shprehjen digjitale, e mori provimin motra?
E drejt, mori për vit. Ka goxha, ka goxhati. Ka goxhatu. Por që për shkak të tyre fjalëve, domethënë, shpreh dashuri sado që ai sheti masë se ki. O vangec. Shuza dia. Në atë lloj forme ka dashur ta shpreh dashurinë, ka nisur debati me shokun e tij që duke i thënë që ore mos mi thoj djalit kështu në këtë lloj forme etj se ai mëson këto fjalë pasaj dhe vazhdon historia. Iku ky hall. Ndërsa një grua Aldo është larguar nga shtëpia e bashortit të saj për arsye se ky i fundit ka marrë prindrit e tij në shtëpi, por që në momentin nuk është era e parë që i merr, por sa herë që i pusin çifti në sherr, domethënë. Të ngec interneti vllajt, nuk e di pse. Po, më dëgjon tani? Po, tani po, ha. Po, dhe sa herë që prindrit e djalit vinë në shtëpi, çifti fillon sherri. Me pak fjalë mendohet që prindrit e djalit fusin çifti në sherr. Domethënë që vajza me pak fjalë i ka thënë bashortit të saj që okay, ti vazhdo me prindrit, kur ti ikin këta dhe un po vi. Ka shkuar te prindrit e saj të jetoj për disa ditë, derisa prindrit e djalit të largohen. Ka rastet lloj-lloj. Por është edhe një vajzë Aldo e cila është një situatë shumë të vështirë për arsye se prindrit e saj duan që ta ndajnë nga i fejuari për arsye se ky i fundit është larguar nga Shqipëria, është në emigrim, me pak fjalë, vazhdon punën, por që ka rreth 2-3 vite që nuk bëhet i gjallë. Do të thonë që të vit atakoj, ndoshta është punë dokumenta si çdo djali, ndoshta është justifikim, ndoshta e vërtetë. E drejt. Dhe ata duan që ta ndajnë duke thënë që lëre atë vazhdoj jetën tënde, kjo nuk është fejesë, nuk është martesë, kështu që vazhdo jetën tënde. Mirë, po vajza domethënë pati një shkëputje të vogël për disa javësh me djalin, janë rikthyer të rish, po tani është një situatë që o të vazhdoj me djalin dhe të lër prindrit ose të vazhdoj me prindrit të lër djalin duke vazhduar një jetë. Hallë kjo dunjata, halli nuk i ngja. Nuk i ngja, është shumë e drejtë. Paka shumë ne në Vlorë to kishit domethënë lajt to gjëra të vogla. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Telefonatën në mëngjesi. Kush jeni nga Prishti? Unë nga Tirana. Edhe një herë fal emrin? Mira, nga Tirana. Mira si e? Mirë, faleminderit. Mira, urta. Dgjoj, kjo tema është shumë e mirë, po e mirë. E mirë. Hale, normale. Mirë, ja i vinë vetë baballarve, po ka dhe nënat që nuk e lejon baballarve. Po mirë, tjetër muhabet. Tjetër muhabet, pa tjetër temë kjo. Tjetër temë diskutohet, po ka pra dhe nëna. Se kam rastin vetë, kështu që nuk e lejojnë. E marrë me përdesa për këngull, domethënë e kuptoj që ka rastin tënd po. Po pra, kështu që fajet janë të dy palve ndoshta. Po nga njerë nëna duhet ta edukoj atë fëmijë që ta takoj prindrin. E kuptoj. Dhe nesër kur të arrisi, kur i thotë s'është baba i hyta ajo nesër të rritet fëmija. Si do të edukoj atë fëmijë? Si do t'i thotë? Qartë. Po tani për temën që ne kemi, se hallin tënde mora vesh. Po temën apo s'kishe një? Po tema pra tema. Jo, po, ta takoj, është baba i vetë. Është baba i vetë. Nuk e bën asha kërkujt. E qartë. Doje, kështu që pavarësisht që braktisë ka të vjetë. Kishte shtyrë nëna më përpara ta konte t'jatin. E qartë. Më përpara, nëna. Pavarësisht që ai e braktisi. Braktisi, tashi. Se sa i prind që braktisë fëmijën, po... O pse pak e? Nuk, ke, normal, ta nuk dëgjojnë, po. Nuk bëhet nëna, po t'jetë nëna mire shtynë që t'atakoj. Ka metoda që duhet t'atakoj prindri, se s'bën. është baba i vetë, nuk i vetë po shkur, është gjaku i vetë. E qartë. Mirë, motor, shumë faleminderit. Faleminderit që fola e... Gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishti? Jam Dori nga Tirana. Doro? Përshëndetje, Aldo. Përshëndetje. Kjo është një temë që më përket personalisht mua, sepse kam vuajtur në Kuris. Djalin tim i atje ka braktisur që 6 muaj e gjys. Deri 2 vjeç kam mbajtur kontakt, pastaj ka humbur kontaktet e ka mohuar plotësisht. Nuk është përgjigj për asgjë. Tani djalin e kam gati 19 vjeç. Deri vonë nuk e kam ushqyer absolutisht me as urrëtie as gjë. Përkundrazi kam folur mirë për t'jatin. Po tani? Por ai është kategorik dhe nuk pranon, edhe sikur i atit përpiqet të kontaktoj, ai nuk e pranon. Po si arsyeton?
Arsye tonë thot është një histori e mbyllur thot, përderisa ai thot nuk interesohet për mua, pse unë thot duhet që ta toleroj, ta ta. Megjithatë ai është tani 29 vjeç. 19 vjeç. Do shkoj 39 vjeç. Po. Dhe mund të ndryshoj mendja. Asnjë problem nuk ka, përkundrazi jam pro sepse ai është rritur me mungesën e teatrit dhe e ka vuajtur. Unë e kuptoj që e ka vuajtur shumë. Se prania e babait është shumë e rëndësishme në edukimin e një djali. Por që unë me urrejtje as nuk e kam ushqyer kurrë. Nuk dua që fëmia të rritet i fryr me mllef. Ai është një djalë shumë i mirë dhe qartë. Ti ndoshta se ke ushqyer me urrejtje po. Ja. Ai ka lexuar sytë tu, për shembull. E ka lexuar, ai e kupton, është një shumë inteligjent, por sinqerisht do ta doja një përballje me djathtin. Po për çfarë do doje? Për të kënaqur, domethënë në një farë mënyrë egon tënde apo? Jo, nuk jam egoiste. Si ta vësh djalin në cikletë tani? Jo, unë nuk kam ndikuar absolutisht. Mendon që në këtë takim do vihet cikleti jati? Do doja që ta shikoja djalin, si do reagon. Pra, po merr hak nëpërmjet djalit. Jo. Se varet si interpreton, ë? E varet, absolutisht. Varet si interpreton. Mirë, Stamar. Faleminderit shumë. Faleminderit Aldo, faleminderit Nancy. Shëndet. Telefonata mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Pisti? Gjermania e Tirana. Gjermania. Faleminderit për këtë temë, tema ka një gjë që. Po ç'faleminderit për atë punë kemi nëse mos kemi në punë tjetër. Po dakor, po jo është knajsi kur të marrën në telefon ty për temë. Mirë, nëse ti rrofsh. Jo më temë nuk ka asnjë rregull, temë nuk ka asnjë një recetë fikse. Po për mua, është trafik. Për mua. Po çe? Sepse ata bëjnë 20 vjeç. Dhe vjen puna mas 20 vjeç, nëse ai gjithmonë ka edukuar që ta besoj babait vetë. Nëse nuk ka edukuar ka drejt djalin. Nëse nëna ka edukuar si shkoi ke zoja të shumë para. Dhe pastaj shkoi e thetë mos i stanë vjeç, nëse i por mua ka drejt nëna të ngjeli dështuar, sepse deri më 20 vjeç ai s'e nëna është nëna. Edukim është edukim dhe babai është baba, po kush ka rrit Alton fundi fare. Ku je strehuar, ku je gjep ngërsin. Dakor. Po mbas 20 vjeç, mos 19 vjeç. Ai kur të gjeti vetë të higi, rrethënën për mua jo e trafik. Nuk ka shumë kuptoj. Nuk do të paktisë nënën. E marrësh. Sepse ora ti, nëna është nënë, duan me kur flasim i këngë, dhe të rënë së të më ofë nëna, nuk të më ofë baba. Nëna është nënë, baba është baba. Baba, është, nuk e të shkuto. Ku që ka rritur më asë, va ta që ku është qerdhje, ku është rritur, si punë e zogët. Ku është rritur me baldo. është rritur një familje që ose nëna ka edukuar në rrëj, për nuk ti kur. E kuptoj. Nuk hikmë në për që ose nëna ka edukuar. Nda falë dhe falimderit për ata që më ndijove. Okej, rollaj. Ajde, shëndet. Mirë shumë shkurt në Durrës. Zogu që bëhet mi? Mirë më nëgjesi, nga qyteti i Durrësit, edhe ja, si që shef e koha bukur, kështu qielli blu në diell. Atë bënis me informacionet e ditës së sotme, ku kemi të bëjmë Aldo me një çift, ku mbas 2 vitesh të cilët ishin të ndarë, pa ishin të divorcuar në të gjitha mënyrat e mundshme, domethënë, me letra me të gjitha, dhe mbas 2 vitesh janë takuar dhe janë rizbitur. Duke qenë se zonja ka qenë janë, dhe zotëria këtu, rastësisht janë takuar, por ja që kjo rastësia bëri të mundësh që të ribashkohen. E shkon ti, pastaj? Një tjetër gjë pastaj Aldo, ka të bëjë përsa i përket 2 vëllezërve, të cilët janë në shere sipër për 2 prona që ata kanë Aldo, dhe për këtë arsye janë bërë molli sherit, janë bërë gratë e tyre. Molli po? Duke qenë se nuk i kanë lërë ahat që jo po se mos t'i ndani në mënyrë të barabartë e tjera, dhe kështu që kanë përfunduar në shere me një tjetrin, por që do jepë zgjidhja sepse Fyqër Zoti kanë dhe prindrit gjallë dhe do e bëjnë të mundur që t'i ndajnë në mënyrë të barabartë. Iko dhe kjo. Një tjetër gjë pastaj Aldo, ka të bëjë me një zotëri i cili në fakt ka 3 fëmijë dhe duke qenë se nuk e ka bashkëshortën, i ka kërkuar nënës së tij që të kujdeset për fëmijët dhe ky të largohet jashtë për të mbledhur disa të ardhurra dhe të bëjë të mundur tek fëmijët andej.
mirë, po për momentin nuk mundet që ti marri. Kështu që nëna I ka kërkuar një shumë parash, X para, ndërkohë që ai akoma s'ka ikur andej Aldo, dhe nuk e di se ku do punojë etj, por që në të kundërt nuk ti mbaj madje, duhet muaj para dhënje. Ku dhe ky hap. Kështu që më me leverdi zotëria ka menduar që të marrë një të afërm, t'i japi një rrogë mujore dhe të ri me to. Edhe është net, po. Një tjetër gjë pastaj Aldo ka të bëjë për sa I përket një djalit të moshës 16 vjeç, teksa ecte me skuterin e tij. Është përplasur më saktë me një makinë të cilën e ngjiste një vajzë, por ajo nga pakujdesia e saj, domethënë në vend që të frenonte në mënyrë të menjëhershme, I ka dhënë një çigaz më tepër domethënë. Dhe mendoj vetë se si kanë përfunduar. Një tjetër gjë pastaj Aldo ka të bëjë për sa I përket punëtorëve të cilët domethënë restoranëve të cilët po kërkojnë punëtor, se u shpreh agravim, edhe është e pamundur Aldo që të plotësohet stafi, sepse disa nuk kanë dëshirë që të punojnë dhe disa të tjerë kanë menduar që edhe ata që janë në punë të largohen jashtë shtetit. E kuptoj. Kështu që le të themi që ende ngel problem kjo Aldo për sa I përket punëtorëve, ende nuk gjenden të dukurit, ata që punojnë, ata që gjenden do kohë ti më stosh edhe mendoje. Mirë, do sukseset bëtejshme në jetë. Të dashur miq, sidomos ju që jetoni e punoni dhe banoni jashtë Shqipërisë, mos harroni, domethënë vërani vetes detyrë ose bëni zgjidhje në celular, domethënë sonte mbrëma për të votuar për Shqipërinë në Eurovision. Mos harroni, sonte mbrëma për të votuar për Shqipërinë në Eurovision. Ora është 8:02 minuta, I bie të kemi shumë pak momente publicitet, por të rikthyer përsëritur në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë, sa gojë bukur është, Ja dhe Snarbeu në sfond. Mirë shumë. Të dashur miq që jemi këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kemi ndaluar sepse kishim në takim me një personazh të tuar, një, le ta themi, mikesh të programit, edhe që në fakt kishim kohë pa e parë, është atleta e mirënjohur Luiza Gega. Luiza dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të shohim mashallah në goxha formë apo ju sportistët çu jeni domethënë në mëngjes. E ke pirë kafe? E kam pirë, piva një kështu të shpejt. Një kështu e dio, po kafe për vërteti? Jo, dhe që thjesht ndalova diku rrugës sa për të... Në sekund ta bëj një kafe, dhe me qëse ti e mësuar me këto medalit e arta, ne kemi Golden. Golden kafe nga Lavazza. Në fakt është një nga të preferuarat e mia, jo për të... Jo, ato është për gjithë botën çanam. Ajo dihet. Ja ta bëj një kafe për Luizën. E dashur, po flisnim ra muhabeti gjatë gjithë kësaj jave, kështu po ta përbrenda, për aktivitetin fizik. Ke parasysh që vjen tani momenti që për shkak të plazhit na duhet të heqim ca kile e trupin në formë, kujtini se çfarë. Dhe ne zakonisht nuk marrim to nutricionistët, sepse I shohim në internet, s'është një problem I madh, po marrim kryesisht sportistë, sepse nga qefi I madh për të hequr sa më shpejt. Ti heqim 20 kg, bam prierësh. Edhe filloj atë vrapin te dita e dytë e gjysmës e lejm. Sepse kjo ka të bëjë që me edukimin në familje. Apo jo. Po, mendoj që një person që ka 30 vjet që nuk vrapon, s'mund të vrapojë për 3 ditë. Përveç se s'mund të vrapoj edhe po themi trupi nuk është se I përgjigjet si dikujt që është marrë me sport në fëmijëri, sepse siç e dini muskujt krijojnë edhe memorie dhe nëse ti merresh me sport në fëmijëri, kurdo që ti rikthehesh e ke shumë më të lehtë. Me sheqer pa sheqer? Me pak. Unë nuk kam probleme për këtë pjesë. Do t'jap bustinën. Ai kilometra sa bëj? Do t'jap bustinën dhe hudh sa dush. Por dashur. Okej. Dhe po thojë që Po thaj që shumë e rëndësishme edhe për pjesën që qofse merresh me sport në fëmijëri, trupi krijon një memorie, pra muskujt kryesisht krijojnë memorie dhe kurdo që ti rikthehesh e kanë më të lehtë ti përgjigjen asaj që ti bën. Është qartë. Tani, problemi është për moshat e vogla. Domethënë, ne kishte Brezion që kishte shtëpi pionieri, kishte klube sportive etj. Tani Kalamajt janë bërë në qikë shu, le të themi Dembel.
Apo ja, është celulari 1, ngarkesa në mësime 2. Është dhe bafti provimeve tani, mos haro këtë. Te kafja me edhe shtëpis po, ullur gjithkohon, dieta ja. Nga përvoja jote, çfarë fiton një fëmijë kur rritet me sportin që ka pjesë të përditshmërisë së vet? Sidomos tek fëmijët sporti sjell përfiton një sër të mira, shumë të themi, qoftë nga shëndeti fizik, por dhe ai mendor, ka një muskulaturë më të zhvilluar, një shëndet kockor më të mirë, një sistem kardiovaskular shumë më të mirë, përveç pjesës... Edhe më shumë oksigjen në tru? Patjetër, përveç pjesës që socializimit, vetbesimi që ai krijon tek vetja, ka shumë përfitime dhe ky është, mendoj, një nga gabimet më të mëdha që prindërit kryesisht e shikojnë thjesht si një hobi që fëmia të merret, por që pa e ditur që është jashtëmasë shumë e rëndësishme për një shëndet të ardhshëm dhe pse jo, edhe për një krijim i karakteri më të fortë, e mëson si të përballet me situata shumë të ndryshme, pra ti e mëson që në bazë, që në fëmijëri që jeta nuk është thjesht, po themi, fitore, ajo ka edhe duhet përballesh me shumë situata, qoftë edhe sfida, qoftë edhe humbje, kështu që ti mësoj që ai edhe kur humb të mos heqi dorë, të rikthehet, pse jo dhe më i fortë, i krijon këtë vetbesimin kur e shikojnë që po përmirësohet, ndjen veten më të shpejt, më mirë se ç'ishte, po themi, para pak kohësh, krijon dhe një vetbesim edhe kuptojnë që ti po të punosh, po të stërvitesh, bëhesh dhe më i fortë, më i shpejt. Ka plot fëmijë që kanë edhe këtë pjesën që nuk janë shumë të socializuar, sporti më jashtëmase te kjo pjesa. Të paktën në akademinë që unë dhe trajnerim kemi krijuar, ka plot fëmijë, edhe unë tani vë re që përveç fakti që sigurisht që çdo fëmijë është i mirë, janë të ndryshëm, disa janë më të tërhequr, edhe kur krijon shoqëri, krijon edhe shoqëri shumë të fortë, dhe kanë dhe një arsye shumë të fortë që vinë në stërvitje. Me çka kanë më shpejt juve, ç'a moshe? Nga mosha 5 vjeç. 5 bebe. Shiko, sigurisht që fëmijët nuk është se vinë në moshë kaq të vogël për të stërvitur, ato vinë edhe për të argëtuar, por që pra t'ia bën sportin, po themi, më argëtues, sepse është shumë e rëndësishme që dhe fëmijëve të dish se si ta tërheqin, themi që ato dhe ta shijojnë, kështu që më tepër janë lojra kryesisht koordinuese, sepse fëmijët në këto moshë pikërisht jo, patjetër, por që dhe kënaqen shumë. Më duket mua, apo kam përshtypjen që, domethënë, këto largimi nga sporti, një rol të madh ka luajtur sidomos shkolla, sidomos ore fizkulturës, e cila është një orë koti, me thonë drejtën, domethënë, rastin e top aty kalamave merrni luni, ose bëjmë me demek gjatë me një çiksi nxemje që sot e shohim të tjerët, edhe pastaj mos marrja seriozisht e orës së fizkulturës. Dhe ora e fizkulturës është një lëndë koti nëpër shkolla. E ka mund të përshtypje, apo tani flasim pa doreza, Luiza, se po s'folim pa doreza është një lëndë kot. Në fakt nuk e di fiks të pjesën, sepse nuk është se kam kaq shumë. Po them informacion, por që... Faj, kanë dhe prindrit, se prindrit i qojnë vërtetime, shiko, mos e nëzirë gocën time këshu me si qënë ato kilota, se është e smur, ka qenë vua nga kjo, por loj se bepe është vetëm për të pos dalë, tani o bëjt o s'bëjt nga shkret fëtiturë. Se pak se është një herë një apo dy herë një, nuk e di sa është, çfarë cika? Me sa di unë, në vitet e fundit është shtuar ore fizike. Po shtuan për shkollë, atë e dim në rastin tonë aty vajzën. Pastaj se sa seriozisht merret si orë, të nuk e di. Merret fare, seriozisht fare, gjuna. Se si unë më shumë i bën dëm, më shumë i bën dëm kalamaj. Është shumë e rëndësishme, nuk duhet parë thjesht në aspektin që ti do vraposh apo do lodhësh. Po ta them unë, fakti që çunat i çojnë te futbolli, ndërkohë që sport është dhe atletika, sport është dhe gjimnastika, sportet ka shumë, po pse vetëm te futbolli? Ka dhe diçka, kryesisht fëmijët duan të zgjedhin dhe atë sport që ato kanë dëshirë. Kjo nuk është fakt gabim. Atëherë është lojë.
Nuk është sport, është lojë. Qika, dhe do më thënë, dhe me anë të lojës, sepse ne pikërisht e prekëm faktin që ato janë fëmijë, edhe dhe duhet ta shijojnë. Nuk duhet t'ja ushqim fëmijëve këtë pjesën që ti duhet ta marrësh si një sport, po themi të mirëqëm kur je aq i vogël, pra duhet të shikosh edhe si pjesë dhe argëtimi dhe njëkohësisht ti të mësosh këto vlerat që ne sapo folëm, pra përveç pjesës që ai me bazë që ti ke takuar shumë fëmijë që thonë duhet bëjmë si ty. Po, ka dhe... Kjo nuk është... Çfarë qëllon zakonisht ti? Që i thua? Prindërve, se prindri se kalamajt në kalamaj, po prindërve që i thua? Prindrit, çfarë i thua? Fëmijët duhet të shikojmë që ato fillimisht duhet ta shijojnë. Pa tjetër. Ta po duhet vinë me dëshirë. Nuk duhet vinë ta ke si një pjesë, po themi, ta të japi stres kjo gjë, dhe unë këto kam si parim kryesor që fëmijët që vinë, po themi, në ekipin tim, në akademinë time, dua që të vinë me dëshirë. Dhe fillimisht, jo gjithë vinë me dëshirë, por që në qoftë se ti ja bën pjesën e po themi të këtij edukimit argëtues, ato vinë me dëshirë. Kështu unë këtë e kam vënë re, ka të bëj shumë se si ti e trajton, po themi, një fëmijë. Ka të bësh shumë se si ti e stërvit, si apërçon ato mesazhet që ato duhet të përfitojnë nga kjo pjesa, jo vetëm nga ana, po themi, e shëndetit, por më shumë se kaq, sigurisht që i mësoj vlera që ne të stërvitemi dhe të arrijmë rezultate. Duhet patjetër që qoftë ushqimi të kemi kujdes, mos hajmë gjithë, sepse edhe fëmijët ti nuk mund ti thuash ti nuk do ta hash këtë sepse kjo do të ndryshon. Po përveç pjesës së qefit, kalamaj dhe mërziten shpejt. Po. Ti vetë si motivon, ke nerva? Shumë. Domethënë sinqerisht, sepse ndoshta duket sikur thjesht duhet të Jo, se shpuna ty, jo. Po që kanë të japi një kënaqësi jashtëmase të madhe. Përveç kësaj lodhe, sigurisht sepse kërkon që ti dedikohesh jashtëmase shumë, ka fëmijë që janë më të ndjeshëm, ka fëmijë që janë, po themi, shumë hiperaktiv, që duan, e kanë mendjen thjesht vinë edhe më shumë të ngacmohen, të shijojnë, të lozin. Por që sigurisht në këtë pjesën ka dhe ca dënime të vogla që ekzistojnë, dhe unë e kam shumë të rëndësishme që ato të jenë cilëshëm, të respektojnë njëri tjetrin, t'i mësosh që po, është shumë rëndësishme, që sigurisht ato nuk do t'i mësojnë me ditën e parë ose dytë, por që nëse ka konsistencë dhe vinë, po themi, kryesisht rregullisht, patjetër që këto gjëra do t'i mësojnë edhe. Me sa kalamaj merresh pak a shumë? Atëherë, Akademia Shapu që në vitin 2017, qëllimi kryesor në fakt ka qenë përzgjedhja e ndonjë talenti, po them për të ardhmen, sigurisht edhe ky është një nga qëllimet dhe aktuale të akademisë. Po themin para 2 muajsh, ose 3 muajsh, në mos gaboj, kanë qenë rreth 25 fëmijë. Tani janë bërë dhe 110. Dëgjoj, që vjen rregullisht, ë? Që vjen rregullisht. Po them 110. 110 që ka për një fëmijë të, po themi, të vogël, kryesisht mos është 6-7 vjeç, nuk është e këshillueshme që të vi kur duhet vi fëmia tamam, domethënë. Çdo ditë 3 herë në javë, për ato është më se mjaftshëm. Një fëmijë kur duhet vi? Kur duhet vi? Në çfarë moshe apo? Çfarë moshe? Për të hyrë seriozisht kësaj lloj gjëje. Seriozisht ti nuk mund ta përcaktosh sepse thash një fëmijë kur nuk duhet ja ushqesh pjesën që ta marrë kaq seriozisht. Besoj që kur po them mosha 12 vjeç është e këshillueshme që një fëmijë të marrë ato hapat e parë. Deri në këtë moshë fëmijët mendoj duhet të eksperimentojnë, duhet gjejnë atë lloj sporti që ato i pëlqen, ndihen mirë. Po, akademia ju çka ka përveç atletikës? Tani, akademia jonë ka atletikë vetëm, por që atletika nuk është se është fokus vrapja, kryesisht tek fëmijët fokus janë edhe kjo stërvitje nëpërmjet lojrave. Kjo është më shëndetshme për trupin se sa basketbolli apo futbolli apo futbolli. Tani, atletika. Pa i hedh poshtë, sigurisht. Atletika kryesisht është sport i bazë, për sa i përket
zhvillimit, sepse ti nuk bën vetëm vrap, atletika përfshin kërcime, hedhje, vrapime, shpejtësi, që edhe falë që të nërpres, ka plot edhe fëmijë që bëjnë dhe 2 sporte paralele, vinë bëjnë dhe atletik, dhe me shpresin që të bëjnë futbollistë dhe më mirë, dhe kjo i ndihmon vërtet shumë, sepse i krijon një përgatitje fizike. Të bëj një pyetje, është gjë e mirë apo gjë e keqe kur kalamajt vinë aty për të kalu një periudhë kohe? Është absolutisht nga gjërat më të mira. E di pse them sepse nga ana juaj e mësuesve, ju investojeni, apo jo? Ju investojeni, domethënë ti e merr seriozisht si më qenë më si merrin gjallë prap Paulina Ebron. Për shembull, ti e merr seriozisht dhe Befas pas 6 muajve thotë ka gjishte, rrofsh, faleminderit, mirë pafsh. Shiko, ka plot fëmijë që e bëjnë këtë, por që ta kesh sigur që edhe rikthehen. Edhe rikthehen. Është shumë normale për një fëmijë që dhe ta bëj këtë. Ideja është seriozisht, unë e marr që një fëmijë të vi me dëshirë dhe të bëj ato që duhet të bëj. Prindit ta sillin me dëshirë, se kalamajt janë menaze. Shiko, unë këtë kam si qëllim që ka plot fëmijë dhe kjo është më e bukur e punës time. Ti ke marrëdhënie direkte me fëmijën? Kryesisht me fëmijën. Nëse fëmia do ketë dëshirë të vi, patjetër që prindri do ta sjellë. Ka plot fëmijë që plot prindër që thonë ku nuk e kanë dërguar fëmijën dhe çuditërisht ka dëshirë të vi këtu. Pra sepse prindërt, ka plot prindër, sigurisht që ka dhe nga ato që nuk e bëjnë, që mundohen të investojnë për fëmijën, edhe për sa i përket kësaj pjesës shëndetësore që sporti krijon. Ku kapesh ti? Ti e fut vrapet, po ku kapesh? Ku gjendesh? Atëherë, vetë sigurisht që vetëm pjesë që ne kemi këtu në Tiranë është mbrapa ish hoteli Sheraton, sepse unë shumë vazhdoj të quaj. Teliqeni. Okej, nuk është ndoshta Sheraton që si quhet ai? Ish, më don, di që ka ndëruar emër. Pra aty stërviten, është fakt një ambient shumë i mirë, është në mes të gjelbrimit, edhe i shkëput pak nga kjo, po themi zhurma që kemi vërdall. Në çfarë ore kapeni juve? Atëherë jemi çdo ditë nga ora 5 deri në orën 8. Tani që është hap koha normal. Tani, po sigurisht, por edhe ndimër jemi çdo ditë në pistë. Po kalamajt i sjellin ndimër se tani gjithaj i ftohtë. Ka plot prindër që i sjellin dhe fakt kjo është shumë e mirë. Fëmia duhet të përballen. Shi erë apo kush? Tani kur ka po themi një shi shumë të madh, sigurisht që po, sepse ende nuk kemi një stadium të mbyllur, por që sa kohë shpenzonte aty? Rreth 4 orë, sepse ndahen me grupe. Sigurisht që ndahen dhe me grup mosha. Po themi fëmija që janë pak më të rritur dhe shikojnë atletikën si një sport për t'u marrë dhe në të ardhmen. Ka një orar tjetër. Tani thonë zysh Luiza. Nuk ka gjë më të bukur, sinqerisht. Dhe më thënë ato përqafimet që ti merr nga fëmijët edhe janë përqafimet më të sinqerta dhe më të... Po ti ke lënë sportin ti që angazhoj që të dhe po? E ko tani se po merr me kalamaj dhe hiç mendja. Tani kjo është diçka e vështirë qoftë për t'u pranuar, unë fakt për momentin se thua me zë, po e thua me... Shëlloj ndoshta vetën që ka marrë thjesht një periudhë pauzë, qoftë edhe për të reflektuar, për të menduar që çfarë do të bëjnë të ardhmen. Nuk e thua me zë, po? Sepse gjithmonë ndoshta them mund të rikthehen, ndoshta me garat e rrugës. Tani kaq re nuk jam. Zemra, 38 vjeç mori mesi botrorit po s'ja merre. Dgjoj. Ne jetojmë në Shqipëri. Çfarë janë to garat e rrugës? Atëherë garat e rrugës, kryesisht gjysmaratonat, maratonat që janë garat që kryesisht sportistët e pistës siç kam qenë jam dhe unë, pra krijojnë këtë pjekurinë ndër vite dhe janë më gati për të bërë rezultate shumë të mira dhe në garat e rrugës. Po letë shikojmë, ndoshta, më mungon fakt kjo pjesa emocioneve, kompeticionet, sepse kam kaluar më shumë se, sigurisht më shumë se gjysmën në jetës time, duke ja dedikuar 24 në 24. Kjo është problemi sportit, drejtja, vjen një ditë që ka vap. Po, dhe është e vështirë kur një sportist është mësuar gjithmonë me emocione shumë të mëdha, me adrenalinë shumë të madhe dhe ka shumë vështirë këtë pjesën e
po themi të kapërcimit që ti duhet bësh gati që karriera jote nuk është si shumë karrierat të profesioneve tjera dhe lajmi që doli është që Luiza Geka po zemjen për ta mbyll. Ndoshta, por që shiko, unë kjo është arsyeja pse po merrem edhe me fëmijët, sepse ndoshta kam vërtet dëshirë që të filloj të përjetoj dhe emocionet pse jo si trajnere, sepse dhe ky është qëllimi im kryesor që nga këto fëmijë ne të sjellim talente që mund të jenë në disiplina të ndryshme dhe pse jo ta shikoj veten si një trajner suksesshëm në Kur të organizoni garën e parë zyrtare të akademisë. Do na thrasësh, e kam seriozisht. Në fakt, jo më lart se dje po e mendoj, ne kemi organizuar disa gara. Na thuj neve që të vim. Kemi organizuar dhe po të vish, jam e sigurt që do të kënaqesh shumë, të shikosh fëmijë që me këtë peshë me entuziazëm dhe me dëshirë. Me këtë peshë ka mundon mi turp. Luiza, të vaftë të mbar. Edhe zysh Luiza. Të vaftë të mbar. Status i ri. Status i ri. Mirë, dhe shpresojmë të quhesh pak më vonë zonja. Apo kanë temë tjetër. Ose mame, ose ka plot status. Kemi temë tjetër, Lore, mos e hap të muhabet. Mirë, dashur të vaftë të mbar, edhe të shpërblefshin gjithë mundi dhe sakrificat që u bën. Shpërnderit. Vaftë të mbar. Të dashur miq, ishim me zysh Luiza Geka. Mirë shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëritur në studio. Nuk vonohemi. Okej, mirë, vjojmë. Me telefonatën në mëngjesi. Alo. Mirë mëngjesi. Ha? Mirë mëngjes. Mëngjesi. Kush jeni nga Fisti? Unë nga Mirdita. Po, kush jeni juve? Zëdoda. Zëf, si e, mirë je? Mia këtë. Mia. Më thuaj vlla. A një radje se jepi televizorit për gjë natë, mëngjesit? Jo, i kërë në gabim. Si jemi ne, gjithë natën, jo. I kërë në gabim. Okej, mirë. 069 40 41 003. Nxitoni për dashumiq për të prenotuar sa më shpejt, sepse zgjohen gjithë tani dhe bëhet dymbje e madhe. 069 40 41 003. Vjojmë. Shumë vjojmë. Teleprata në mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush jeni nga Fisti? Jam i qytetar nga Prenshi. Po si ke emrin ti vlla? Më dëgjon? Jo, jam dëgjon ti mua. Po, të dëgjoj. Po si ke emrin? Ha? Si ke emrin? Unë kam Angjelush Ralliu. Edhe një herë mo? Angjelush Ralliu. Angjelush, po, urdhëro. Tash i kemi na një javë. Kam çuar mesazh deri te ky numër. Kemi një javë, zona Çekanaka nuk kemi sinjal fare. As Prensi, as zona e Quksit, as Sigja. E qartë, nuk e di. Domethënë ja të intereson të pyes, nuk e di pse. S'kam idën. Po, tash s'kas kemi as si kanal. Zona Çekanaka kanë dhënë Çekanaka. Mos keni një problem tjetër atëre. Po, tash se përderisa s'ka si kanal, do të kesh një problem tjetër. Ku të pyesim ne? Jo, gjithë zona. E kuptova edhe gjithë këtë numër. Okej, më lër të pyes se të them, se kam idën. Se ka thonë vetë djem atë. E qartë. E marrësh. Mirë vlla, në rregull. Do pyesim, do të them atëherë. S'ka sinjal Quksi. Okej. Ecim atëherë me muzikën. 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë dashamirë për temën. Alo, mëngjes Aldo. Kush jeni nga Fisti? Po, Maria nga Lezhë. Mari, si dukesh ti? Mirë. Me shëndet si ke qenë? Mirë, falë zotit. Po, shqyr. Hami Mari, si thu? Po, tema, Aldo? Po? Për tema? Nuk e varet divorci që ishte për prindit? Çfarë do të qoftë, s'ka rëndësi. Po, është e drejta çunit tash, që të bash. Është e drejta tia. Kur bëhet prind vet e kupton. Pra, nuk është se është një tradhtim e tillë, mos e cila ka 20 vjet është këtë turru. Po, e ka munguar pjesën e babait, mendoj, po. Mendimi i tij, mentaliteti ka ndryshuar çdo gjë, do të them pak dhe kjo interesa. Ka interesa thua? Nuk e di, varet, ka ndryshuar çdo gjë ke rinia sot Aldo. E qartë. Po kur bëhet prind vet e kupton që është nana. E kuptoj. Që është baba.
Marrët, çdo gjë mund të harrohet. Prindja nuk harrohet, sidomos nana. Mirë, falenderoj shumë, Rofshin amore. Aldo, një ditë bukur, e kalofsh mirë. Gjithashtu. Jemi me telefonatën tjetër, vjojmë 069-2021-003, telefonata e mëngjesi. Mëngjes, telefonata? Mëngjesi. Kush jeni nga Flisni? Moza nga Vlora. Moza, si e Moza? Mirë. Më thuaj se ma. Aldo, për temën u them se ka të drejtë djali. Ka drejtë djali? Po ka të drejtë, sepse ai 20 vjetresh, ku ka qenë fëmijë, ai ku ka qenë në kopësht, vetëm mami e ka marrë nga kopshti. Dhe ka parë shokët që ka qenë dhe papai tyre që i ka marrë. Ka parë 2 prindër. Dhe ai ati ka ngel enigëm dhe ka qenë i vogël ai se ka pas mundësi që të... Kjo është arsye, thoti. Që ta gjende të drejtën se kishte forcën, ishte i vogël. Tani që ai ka, është jetë, si thonë dhe këngës jeta e të retë, ai tani kërkon, pastaj është tjetër gjë, nëse babai del... E kuptoj. Apo ka qenë mos mirë. Në rregull, motor, të falenderoj shumë, Rofshin amore, ndërkohë, jemi me kolegët tanë në Deutsche Welle, aty sot është Lindita Arabi. Dashur Lindit, përshëndetje dhe mirëmëngjes nga Tirana. Mirëmëngjes, përshëndetje nga studia Deutsche Welle. Tash në volidhje me Zoom, sa u stabilizuam në qikë, se nga Skype-i që janë la shëndel. Fitojmë sekondat. Ne marrum zgjedhjet, ja udhëm, si janë pasqyruar zgjedhjet në andy në Gjermani? Se qasë sot njëri, sot tjetëri? Po, janë pasqyruar si lajm, sigurisht është përmendur pjesëmarrja e ulët, po gjen dhe reflektim të situatës në Shqipëri. Aldo dhe përmendet që megjithëse ka pakënaqësi me politikën dhe emigrim shumë të madh të shqiptarëve, Edi Rama dhe Partia Socialiste shkojnë drejt fitores. Gazeta gjermanisht Folse Neue Zürcher Zeitung ka një analizë në fakt mjaft kritike dhe thekson, po përmend citat tani, sistemi klientelist i lyer mirë i Ramës është njëri shpjegim për suksesin zgjedhor socialistëve. Por, thot, shpjegimi tjetër është kundërshtari i tij, 81 vjeçari Sali Berisha. Dhe Neue Zürcher Zeitung, ndryshe thot nga Rama, Berisha është një autokrat i tipit të vjetër, nuk është origjinal, thot, kozmopolit apo charmant, dhe ku shumë shqiptarëve u ngre nervat një antikonformist si Rama, thot, aq më keq Sali Berisha. Kjo është një analizë Neue Zürcher Zeitung për zgjedhjet në Shqipëri. Na pas kanë bërë copë, pa fjalë. Po, përmendet në fakt edhe politika dhe si vatër e korrupsionit, por dhe ndërtimi në Shqipëri si vatër e korrupsionit. E qartë. Ndërkohë, te juve, dështoi zgjedhja e kancelarit në raundin e parë? Po pati një problem në fakt javën e kaluar dhe që një shok i vogël le të themi për të gjithë Gjermanin për disa orë le të themi si shok, sepse në raundin e parë kancelari Friedrich Merz nuk e mori atë shumicën e kërkuar dhe kjo krijoi tension më 6 maj, kjo realizua në raundin e dytë, po u desh në fakt të ndryshoi rregulloria e parlamentit dhe duhet të bëheshin bashkë edhe forca që nuk mendoheshin si konservatorë dhe të majtët. Ndryshoi rregulloria e parlamentit. Po, në mënyrë që të zgjidhej kancelari Merz, në fakt ja doli në fund, ai u tregua shumë i përmbajtur, në fakt dhe tha, nuk ishte gjë e mirë kjo që ndodhi, tha, por nuk do të merre më të gjej emrat se kush ishin ata që nuk e votuan, se bëhet fjalë që nuk e votuan edhe deputet të partisë së tij, domethënë apo të partisë së koalicionit. Tani, ka ndonjë lloj, domethënë, ngjelet ndonjë hije e vogël në lidhje pikërisht me këtë? Patjetër një lloj dëmi politik ishte si fillim, por ka dhe analistë që thonë kjo do të harrohet sepse Merz në fakt që të nesërmen ju kthye punës, ai e filloi atë turin tradit që bëjnë kancelarët gjerman, gjithmonë shkojnë në Paris, pastaj shkojnë në Varshavë, madje Merz nuk u kthye në Gjermani në fundjavë, po vazhdoi drejt Kievit, ku bashkë me Macron, me Starmer dhe Donald Tuskun, ata biseduan me presidentin Zelenski në Kiev dhe rritën presionin ndaj Rusisë. Dhe me këtë Merz në fakt donte të jepte edhe një sinjal në Gjermani, tani ai është plotësisht kancelar dhe është futur plotësisht punës. Megjithatë, domethënë ne nga që kemi pas shumë të hallet tona, edhe ka kaluar pak në plan të dytë, kjo po që është një shenjë, pavarësisht, se do harrohet thua ti dakord, po është një shenjë kjo. Prit se armikun e pas një brenda partisë. Kjo në fakt kështu u pa dhe që u pasi një lloj tradhtie e vogël që u bë Friedrich Merz dhe një tronditje që dhe një lloj tersi le themi që në fillim, por Merz
para ti ndodhen 4 vite, le të themi 4 vite, dhe para ti ndodhet një mandat sigurisht shumë i vështirë në një situatë gjeopolitike shumë të ndryshuar dhe aq më tepër roli i Gjermanisë, ashtu siç e ka premtuar Merz, si Gjermania do të rikthehet fuqishëm në Europë dhe në arenën botërore, ka detyrat më dha përpara tashti. Kështu që kemi një 2025 kam përshtypjen me goxha lajme. Me shumë zhvillime, po Aldo. Mirë dashur, ne sapo promovuam, do të thënë sapo bëm atë çelëm si parën e Zoomit. Të shpresoj mos kemi probleme. Mos kemi probleme në lidhje. Falenderoj shumë e dashur dhe shëndet e mbarësi për gjithë kolegët tan Deutsche Welle. Faleminderit, një ditë e bukur në Tiranë. Gjithashtu dhe me këtë urim i bie të mbyllim në programin për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve shëndet, mbarësi. Dëgjohemi e shikohemi me kismet Zotit sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tong tong.